Ju del gjumi pa pritur në orën 4 të mëngjesit. Kjo tregon se keni këtë problem shëndetësor. Mësoje tani. Gjumi është një nga elementet më të rëndësishëm për mirëqenien e një procesi dhe mungesa e tij mund të shkaktojë pasoja negative fizike, mendore, madje gjithashtu edhe emocionale. Për mjekët tradicional kinez, nëse vlerësoni modelin e gjumit, mund të zbuloni shumë informacione të rëndësishme të cilat lidhen me shëndetin e përgjithshëm. Një nga faktorët që duhet të analizohet është koha kur zakonisht flini dhe zgjoheni për të filluar një ditë të re. Në këtë video, sipas mjekësisë kineze, do të listojmë oraret kryesore të gjumit dhe mesazhet që trupi juaj jep për secilin prej tyre, sidomos nëse ju ndërpritet gjumi në mënyrë të theksuar në këto orare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse shtriheni për të fjetur herët dhe keni vështirësi për të fjetur mes orës 21 dhe 23, kjo mund të jetë një shenjë e cila mund të lidhet me çështjet tuaja imunitare. Ju mund të vuani nga stresi, prandaj rekomandohet që të bëni aktivitete që ju lejojnë pushimin dhe relaksimin e duhur të trupit. Si fillim mund të meditoni, të përmirësoni gjumin. Çaji i lehtësues për gjumin është gjithashtu një opsion i mirë dhe mund të jetë mënyra më e mirë efikase për të lehtësuar këtë problem. Nëse keni vështirësi për të fjetur midis orës 23 dhe 01 të mëngjesit, atëherë nëse vërtet keni një orar që flini zakonisht dhe ju ndërpritet gjumi në këto orare, kjo mund të jetë për shkak të ndonjë situate emocionale që mund të keni kaluar. Kur është koha kur fshikëza e tëmthit është edhe më aktive. Një organ i lidhur me vetëpërballimin e situatave edhe fajin sipas mjekësisë tradicionale kineze mund të jetë arsyeja pse ju del gjumi në mënyrë të rregullt në këto orare. Është më mirë të kryeni një konsult edhe për shëndetin tuaj. Zgjoheni midis orës 01 dhe 03 të mëngjesit. Kushtojeni vëmendje ndjenjave tuaja negative të tilla si zemërimi dhe zhgënjimi dhe energjia e tepërt jang. Sugjerimi për ju është të pini një gotë me ujë të ftohtë dhe të përfshini meditimin në rutinën tuaj. Nëse vëreni që shpesh gjumi ju ndërpritet në këto orare, bëni edhe një meditim të plotë vazhdimisht. Kjo do ju ndihmojë të jeni më të qetësuar dhe gjithashtu ta keni gjumin ashtu si keni nevojë. Zgjimi midis orës 03 dhe 05 të mëngjesit. Nëse ndodh për një arsye mund të jetë gjithashtu edhe ajo sidomos që lidhet me botën e përtejme. Zakonisht do të thotë që një forcë më e lartë po përpiqet të komunikojë me ju sipas Feng Shui, duke u drejtuar në një rrugë më të mirë në një qëllim më të madh për jetën. Përveç kësaj lidhet edhe me problemet e mushkërive dhe trishtimin e tepërt që mund të keni vazhdimisht. Për të ndihmuar në këtë rast, praktikoni ushtrimet e frymëmarrjes. Janë çelësi më i mirë që mund të bëni për të evituar pagjumsinë në këto orare. Nëse problemet e gjumit janë shkaku që ju del gjumi midis orës 5 dhe 7 të mëngjesit, edhe kur nuk e keni të nevojshme për të zgjuar, mund të lidhet gjithashtu edhe me gjendjen tuaj emocionale. Nëse jetën tuaj ndoshta mund të përballoni bllokime emocionale të cilat mund t'ju kushtojnë edhe probleme me cilësinë e gjumit dhe t'ju shkaktojnë zgjimet në këto orare. Për mjekësinë kineze, ky orar lidhet gjithashtu edhe me emocionet e bllokuara. Shtrini muskujt tuaj dhe kërkoni mënyra për të punuar edhe me emocionet, duke i forcuar ato dhe duke u bërë më i përkushtuar edhe ndaj mirëqenies suaj dhe lumturisë së përgjithshme. Duke kuptuar këto mesazhe, do ta keni mundësinë të përmirësoni cilësinë e jetës dhe mbi të gjitha të mos ju ndërpritet gjumi, sidomos gjatë periudhës suaj më të vështirë. Shumë njerëz zgjohen rregullisht në mes të natës dhe thjesht nuk mund të bien më për të fjetur. Ankthi i pagjumësisë për të fjetur më tej pengon edhe një ndërmjetje të lehtë. Një gjumë i mirë i natës mund të kapërcejë shumë probleme shëndetësore që në fillim. Prandaj kujdesuni që gjumin ta keni të plotë, të pandërprer gjatë natës dhe gjithashtu të merrni edhe aq sa trupi juaj ka nevojë. Oraret e gjumit të rregullta janë çelësi një organizmi të fortë, ndaj edhe ekspertët sugjerojnë të flini si duhet edhe sa duhet gjatë natës.
Pagjumësia po bëhet gjithmonë e më e zakonshme, pasi stresi dhe ankthi dhe stili jetesës modern mund të ndryjnë gjithashtu edhe në mendimet tuaja dhe ju pengojnë që të hyni në gjendje të thella të relaksit, që janë të rëndësishme për gjendjet tuaja të gjumit cilësor, duke shkaktuar kështu edhe komplikacione të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës. Ndërsa gjumi juaj ndërprer mund të jetë për shkak të disa arsyeve themelore, problemet e stresit dhe të ankthit në mesnat mund të trajtohen duke mbajtur parasysh këto këshilla të caktuara. Ndiqni të njëjtën kohë të gjumit dhe të zgjimit çdo ditë. Mos bëni përjashtime as në fundjavë. Kjo është një teknikë shumë e mirë që mund t'i jap oraret e duhura të gjumit dhe të rrisë gjithashtu shëndetin tuaj në mënyrë të plotë dhe të pakufizuar. Mos pini pije me kafeinë të paktën 4 orë përpara gjumit. Shmangni gjithashtu edhe pijet të cilat përmbajnë shumë gazra dhe ato energjike. Shmangni pajisjet elektronike që lëshojnë në dritën blu të paktën 3 orë përpara kohës së gjumit. Gjithashtu i thoni jo alkoolit dhe duhanit dhe përpiquni të krijoni ambiente të këndshme për cilësinë tuaj të gjumit. Dhoma juaj e gjumit duhet të jetë sa më rehatshme në mënyrë që gjumi që merrni të jetë më cilësor dhe të mos ndikojë edhe në përkeçimin e problemeve dhe cilësisë së organizmit tuaj. Gjëja e parë për të kthyer në gjumë pasi zgjoheni në mes të natës është të zbuloni shkakun. Mos përdorni pajisje elektronike sapo ju del gjumi në mes të natës, pasi mund të ndikojë në përkeçimin e cilësisë së tij dhe të shkaktojë edhe probleme me të fjeturin si duhet. Është një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet duke ndjekur këto hapa të një gjumi cilësor dhe të pandërprer. Është e rëndësishme që nëse ju del gjumi të evitoni gjithashtu edhe kontaktin me dritën, pasi mund t'ju bëjë që të zgjoheni edhe më shpesh gjatë natës. Temperatura e lartë, sidomos në dhomën tuaj, mund të jetë një arsye kryesore pse e keni të vështirë të flini si duhet. Ndaj duhet të përshtatni si duhet temperaturën e dhomës për të evituar problemet e pagjumësisë. Pagjumësia mund të krijojë terren edhe për krijimin e komplikacioneve dhe rritjen e stresit gjatë ditës. Ndaj përpiquni të flini aq sa trupi juaj ka nevojë dhe gjithashtu mbani dhomën tuaj të freskët në temperaturën e duhur. 18 gradë Celsius është temperatura ideale që dhoma juaj mund ta ketë edhe për të pasur një gjumë cilësor, gjithashtu edhe për të përmirësuar organizmin tuaj. Në përgjithësi mund të përdorni edhe pije të ndryshme siç është edhe qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një opsion shumë i mirë për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan i cili do të rrisë serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi është e aftë të nxjisë gjumin dhe t'ju zerë gjumi më lehtë, sidomos pas ndërprerjes së tij. Përdorimi i qumshtit të ngrohtë çdo mbrëmje mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për cilësinë më të mirë të gjumit. Nëse nuk preferoni qumshtin e ngrohtë, mund të përdorni çajin e mentes. Çaji i mentes do të lehtësojë dhimbjet e stomakut për shkak të efekteve të tij anti-inflamatore. Dhe duke çliruar muskujt, mentja mund të japë rezultatet e duhura në këtë aspekt, duke promovuar gjithashtu edhe një prezantim më të mirë ushqyes, sidomos edhe me gjumin. Lëngu i qershive sipas Healthline është një mundësi e shkëlqyer që mund të japë rezultate fantastike kundër problemeve të pagjumësisë. Lëngu i qershive njësoj si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë edhe hormonin melatonin, hormoni më i rëndësishëm ushqyes, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar dhe pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më të çmuara ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, dhe ekspertët vazhdimisht sugjerojnë edhe këtë pije si një zgjidhje ideale kundër problemeve të pagjumësisë, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.